Udhëzimi në rrugën e Allahut Azza wa Jall është krejtësisht dhunti dhe begati e dhuruar nga ana e Allahut Azza wa Jall. Megjithatë ka ndodhur gjatë historisë që njerëzit pas udhëzimit të tyre janë përmbys dhe lunëruna Zot e kanë përfundu jetën e tyre në formën siç Allahu Azza wa Jall s'ka qenë i kënaqur, edhe pse nga gjeneratat e parë kjo dukuri dhe ky fenomen ka qenë i pakët, ndërsa në kohën bashkohore përmbysja dhe devijimi pas udhëzimit është bë fenomen dukuri prezente që runa Zot, që sikur që këta njerëz të binë nga sini Allahut Azza wa Jall. Për këtë filusmi Allahun Azza wa Jall fillimisht që Allahu të na mundson të falemndrojmë Allahun siç i takon atij për këtë mirësi dhe këtë udhëzim që Allahu Azza wa Jall na dhuroi. Dhe lusmi Allahun Azza wa Jall nga thellësia e zemrës që Allahu Azza wa Jall të na forcon në dinin e tij deri në frimarjet e fundit, nga se të parë tonë kishin dëro nga përfundimi i tyre, se pejgamberi Allahut i paralajmëroi dhe tha: innamal a'malu bil khawatim. Në konsiderat tek Allahu Azza wa Jall janë çështjet sipas përfundimit. Nëse ka dëshirë dikush që të pëlqejë në veten e tij, që të falemnderon në veten e tij, le ta falemnderon siç thot Imam Malik ibn Dinar, ditën kur themra dhe koma e tij shkel në pragun e xhennetit. S'ka garancë për në çështjen e devijimit askush, derisa Allahu Azza wa Jall paralajmëroi në Kur'anin e Kerim që Allahu Azza wa Jall i çmoi dhe i nderoi dhe i zgjodhi pejgambert e Allahut, edhe pse ishin të ruajtur nga mëkatet e mëdha. E mos të flasmi nga kufri dhe shirku. Megjithatë Allahu Azza wa Jall tha për pejgamberin Allah: la in ashrakt la yuhbatanna amaluk. Sikur ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam të i bësh Allahut Azza wa Jall shirk, do të asgjësohen veprat e tua. Pra Allahu Azza wa Jall Kur'ani i Kerim dhe pejgamberi Allahut në hadithet e tij nuk e lavdëroi dhe nuk e dalloi atë të cilin për shkak fare fisnis dhe prej ardhjes së tij, apo për shkak ngjyrës dhe racës së tij. Allahu Azza wa Jall i dalloi njerëzin në Kur'anin e Kerim dhe pejgamberi Allahut vetëm me anë të besimit dhe veprave të tyre. Përmbysja pas udhëzimit. Kjo është tema e ligjëratës sonë, ku do ndalmi me disa shkaqe që njeriu pas udhëzimit ka mundësi ta kap plog shtia, që mos të jetë aktiv në dinën e Allahut Azza wa Jall, siç ka qenë ditët e para të udhëzimit. Ju kujtoj dhe të ndershëm ditët e betejave mes pasuesve të sunetit të pejgamberit Allahut dhe pasuesve të lajthitjeve shejtanit dhe bidatxhive. Ndërsa sot olmi pranë tyre i rudhmi kratë sikur që kjo nuk ka të bëjë me ne. E ma e shëmtuara është ajo që ndalëshmi gje, sot ne gjindmi në ta, edhe ma e shëmtuar se ajo për të pishmi që t'ja vjeshmi petkën e sunetit. Nuk flas për të qertë, pas e të flas për të qertë, flas për vetën ti. Se Ebu Muslim el-Khawlani ishte njeri që Allahu Azza wa Jall shfaqi keramete në jetën e tij. Bani mrekulli për Ebu Muslim el-Khawlanin, i cili shtihet në zjarë si që u fut Ibrahimi a.s. dhe zjarri që e ka zakon të gjek trupin e njeriut, nuk e gjeki trupin e Ebu Muslim el-Khawlanit. Megjithatë,
Ebu Muslim el Khawlani nuk i tha vetës mashallah, mirë po bante namaz note, e kur jipte selam thonte Ebu Muslim el Khawlani, innamal a'malu bil khawatim. Vepra që janë si pas përfundimit e jo si pas fillimit. Pejgamberi Allahut betohet në Allahun azza wa jalla se thot, sa njerëz janë që veprojnë vepra të xhennetit gjatë jetës së tyre, derisa nuk ngel mes atyre dhe varrit atyre vetëm një pllom, përmbisen para vdekjes dhe shkojnë në xhenem. Dhe ndodh të kundër. Sa njerëz gjatë jetës së tyre veprojnë vepra të xhenemit, pendohen para vdekjes së tyre dhe bëhen banor të xhennetit, cili garanton pas këtij hadithit pejgamberit Allahut për veten e tyre.